Përshëndetje. Sot do të futemi në botën e errët, provokuese dhe jashtëzakonisht të bukur të poetit të parë modern, Charles Baudelaire. Do të flasim për kryeveprën e tij që tronditi Francën e vitit 1857, Lulet e së keqes. Një libër që u gjykua si imoral, por që ndryshoi historinë e poezisë përgjithmonë. Në zemër të kësaj vepre qëndron një konflikt i madh shpirtëror, lufto mes splinit dhe idealit. Splini përfaqëson mërzitjen ekzistenciale, pesimizmin e rënd dhe dëshpërimin që të mbyt. Ndërsa ideali është dëshira e zjarrt e poetit për të ngritur drejt së bukurës, dritës dhe kultisë shpirtërore. Baudelaire lëkundet vazhdimisht mes këtyre dy botëve. Por pse quhet Lulet e së keqes? Titulli vet është një paradoks i madh. Baudelaire bëri diçka që askush nuk e kishte bërë më parë. Ai kërkoi dhe gjeti bukurinë aty ku të tjerët shihnin vetëm shëmtim, mëkat dhe dekadencë. Për të, poezia është një alkimi që e kthen baltën e jetës në art të pastër poetik. Përmes 6 cikleve të librit, poeti na shëtit nëpër rrugët e Parisit të populluar por të ftohtë. Na tregon për tundimet e mishit dhe revoltën ndaj hyjnores. Dhe në fund, vdekjen si shpëtim. Simboli më i bukur i këtij udhtimi është albatrosi. Ashtu si ky zog i madh që është mbret në qiell, por bëhet qesharak kur ecën në tokë, edhe poeti ndihet i huaj dhe i keqkuptuar në shoqërinë e thjesht njerëzore. Lulet e së keqes nuk është thjesht një libër me poezi. Është një ftesë për të eksploruar skutat më të fshehta të shpirtit tuaj. Prandaj, mos e lini këtë kryeveprën jashtë bibliotekës suaj. Merrni këtë libër, zhytuni në vargjet e tij hipnotizuese dhe lejoni që Baudelaire t'ju tregojë një dimension krejt tjetër të artit. Lexim të mbar.